Komisioni për çështjet e brendshme të mbrojtjes në mbledhjen e fundit ka sjellë në kryes diskutimi për protestën e 21 janarit. Debati u nxit nga deputetët demokratë, të cilët folën për tubimin e dhunshëm të disa ditëve më parë. Ministri i Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin, Toni Gogu, replikoi ndaj akuzave të opozitës për dhunë ndaj protestuesve nga ana e policisë, duke kujtuar 4 qytetarët e vrarë më 21 janar 2011 nga plumat e lëshuar nga godina e kryeministrisë. Forcë politike në çdo janar vendosim të nderojmë protestues të paqët që janë vrarë me duar në xhepa mes të bulevardit. Dhe duke pritur që drejtësia shqiptare të vendosi atë të drejtë të mohuar për shumë vite dhe që është një plagë që rrjedh ende gjak atje. Në vijim të diskutimeve në komision, ministri Gogu ju përgjigj edhe aludimeve për keq menaxhim dhe korrupsion, duke theksuar se Shqipëria ka kaluar në një fazë tjetër falë reformës në drejtësi dhe vullnetit politik.